erdhë kryetari i komunës Dibrës në vizitë refugjatëve që kishin ardhur aty në atë qerdhën e fëmijëve. Edhe si duket, ju kom dok nana ma e re vetë, edhe u afru aty, edhe më tha, unë po kom qefa mu të marrë musafirë ty në shpinë teme. Edhe në Dibrë na qojnë me një qerdhë të fëmijëve, aty ka qenë bile më nxehtë, mriva me pastru djalin, me ndru, mja hek, krejt atymin që e kish krejt. Edhe erdhë kryetari i komunës Dibrës në vizitë refugjatëve që kishin ardhur aty në atë qerdhën e fëmijëve. Edhe si duket, ju kom dok nana ma e re vetë, edhe u afru aty, edhe më tha, unë po kom qefa mu të marrë musafirë ty në shpinë teme. Edhe burë jam të lejtin tokë, sa i 2 ditë kish nejta, si mbrima aty, jam njerë u shtrisë, si bëj kështi madhe, zgjova pi gjumit edhe pitom, qështu. Edhe unë atë pritjen aty nëse haroj kur, a i kryetari, na ka marrë shoferi kryetari të Dibrës, mos kofsha gabem, është Nore Koleci, po nuk jam e sigurt a është krejti sakt emri. Na ka marrë a i në shpit vetë, na ka lëshu dhomën e gjumit dvetën. Krejt mi ka siguru sa ata s'kishin fëmijë të vegjël në shpe, mi ka siguru krejt, me la, me krejt, teshat, mu, burit, krejt reja. Na kanë dhanë, dhe edhe këpucat na ka la ajo gruja e ati, shumë mirë na kanë prit. Po aty kemi nejt veç 2 natë, se vjerit kishin mëri me shku në Strug, me një katon në Fjerisht. Atje edhe ata erdhen mase me na marë vjeri, se kish qef u bo bashkë krejt familja, edhe shkum atje. Atje mase kemi nejt 2 muje gjysë. Po unë falenderimin që e kom për ata njerëz Dibrës, di mas mu ka bo me shku kur, po ata shumë mirë edhe këtu, pa ata kanë qenë nivel tjetër i shumë mirë na kanë prit. Dhomën e gjumit ma na kanë lëshu vetën. Kemi shku atje, qështu kemi nejt 2 muje gjysë, me fëmijë të vegjël, me një katon, mirë, me thonë. Po unë e krejt e kom pas dhimtën se më kanë met prind këto edhe motrat shumë treja këto. Rifat e ka pas a i plaku emrin, ta kemi shku edhe masë nej, na kanë thirë edhe ndarësëm, edhe një kohë kur shkojshim për qëto pushimet e një majit në Strug, që shkojshim një kohë që s'kishim ka me shku, kena shku gjithi, kena vizitu, po mas e ata pleq kanë vdek edhe ata fëmijët krejt kanë qenë në Zvicër. Po dhe ata kur ka ardha jali aty një prej Zvicrës, kanë thonë, na ndoshta juve nuk muj më afru krejt, po këti për djalin tim që ka qenë 2 mujsh, a i ka thonë këti krejt keme me ja u bo, krejt kushte që a i nevojitët për këta. Edhe qështu, masën e i djali veç mu smu keq, ka qenë shumë i smut, me vesh, me mushkni, sa aty u konë të merë blaca, të merë. Djalin të në kohën mu doke që dhe më vdek, që ashtu më pat hi një farë tute që e kisha unë në palë që më pat hi ajo abdin, se veç e pashtë më blatë që ke të shku, edhe mu doke që për ime është të shku masë nej. Edhe usë mu bagi keq, ishtë mija i parë, isha shumë e re, prind si kisha ofër, si krejt që shka nevoj i kom pasë edhe prind e burit, që të mu kanë gjithë shumë edhe ata, po shumë e vështirë ka qenë për mu. Shumë e vështirë se e vetë me për krejt familjes me qenë dikon e largu me veç ti, që ajo mas ne ka qenë lufta e jeme, ma e madhe me mu, që shko mujt me përbalu krejt që atë 2 muje gjysë që ashtu. Babi jem ka qenë shumë optimist, tash ka ndru jetë, edhe a i kur më ka thirë në telefon, e ka gjetë më ka thirë një herë në 3 ditë në atë shpina aty ku kemi qenë, që është ka qenë optimist, që ma bëjke që këto është shumë mirë. Edhe mu 3 ditë më ka muajt ajo fjalla e babit, që për ime nuk është rrezik, për ime, po kur e lëshojsha televizorin, krejt diçka tjetër, realiteti prej ati që ma ka spjegu, ma ka thjeshtësu, s'po di që më thonë, s'po di, a i më ka bo muni mu krejt të ndryshe. Mos të ishin kon fjallë të tina, unë e thëmë, s'di që a kisha bo. Po, qështu, 2 muje gjysë, po fatmirësisht kam pështu këta këto me shumë vështërsi, se kanë qenë banesë, kanë qenë 18 veta, me një banesë 2 dhomshe.
Edhe nuk e di sa herë mi numru që ju kanë hi paramilitarët mrena, që ka po lëpni ju krejt këto,